Në një takim me miq dhe dashamirës të artit është shpallur zyrtarisht Bienalja e 4 ndërkombëtare e karikaturës Niko Nikolla, një aktivitet që synon të forcojë praninë e Shqipërisë në skenën ndërkombëtare të karikaturës dhe të krijojë një hapësirë të re komunikimi mes artistëve nga vende të ndryshme të botës. Gjatë këtij takimi, ideatorja dhe drejtoresha ekzekutive e Bienales, Flora Nikolla, theksoi rëndësinë e kësaj nisme për vendosjen e Shqipërisë në hartën botërore të karikaturës dhe për krijimin e një platforme të hapur për artistët nga e gjithë bota. Për mua është shumë kënaqësi që në këtë mbrëmje shumë të veçantë dhe të bukur ne të shpallim Bienalen e 4 të karikaturës Niko Nikolla dhe besoj që do të jetë një rritje kualitative shumë e madhe dhe këtë vit, sikundër e kemi pasur edhe 3 edicionet e tjera që me shumë kënaqësi them që rreth 250 vende të planetit Tokë kanë marrë pjesë në Bienalen tonë dhe Shqipëria është prezantuar pikërisht me emrin Shqipëria, sigurisht dhe me emrin e gjithë karikaturistëve botëror që kanë marrë pjesë në të gjitha këto edicione. Edicioni i këtij viti vjen me 2 tema të forta dhe aktuale, ëngjëll apo djall, duke ftuar artistët të trajtojnë përmes satirës dhe humorit vizual dualitetin njerëzor, përballjen mes së mirës dhe së keqes, si dhe kontradiktat e kohës sonë, ndërsa tema e dytë, portret Bujar Kapexhiu, i kushtohet një prej figurave më të njohura të kulturës shqiptare, duke nxitur artistët të sillin interpretime të personalitetit dhe kontributit të tij në artin shqiptar, si regjisor, aktor, karikaturist dhe krijues i filmit të parë të animuar në Shqipëri. Bienalja e 4 ndërkombëtare e karikaturës Niko Nikolla do të zhvillohet në Korçë nga 30 tetori deri në datën 1 nëntor 2026. Jo vetëm në Kosovë dhe në Shqipëri,